fëmijë që nuk ha, problemi dihet është konflikt nën fëmijë. Nuk tregon që fëmia do t'i transmetoj diçka nënës, po i tërheq vëmendjen, po i kërkon ndihmë. Nuk e kam thënë unë, edhe tani, ku ka një fëmijë, nëse s'është i smur, atëherë është një ngarkesë emocionale jo e sigurt nën fëmijë. Si rregullohet? Nëpërmjet fjalës, ajo që është autentikja e njeriut. Ne fjalën kemi. Fjalë. I kërkohet falu, mund të hanë të dy, të rregullojnë që të hanë të dy, mund të jetë një fëmijë tjetër që vjen. Pra, është e lidhur gjithmonë me sigurinë ndaj nënës, e do apo se do nëna. Një fëmijë që ka probleme me ushqyerin, tregon që marrëdhënia me nënën nuk është shumë e sigurt. Po në rastet kur ka dy fëmijë dhe njëri fëmia i madh nuk ha, ndërsa i dytë han, si shpjegohet? Normal fare. Është normale që kur vjen fëmia i dytë është si mbreti i shfronsuar, mbretërit e shfronsuar bënin luftë goca. Edhe kjo fëmia tërheq vëmendjen në një farë mënyre. I dyshon, nuk e duan, pse u erdhi ky fëmia i dytë. Këtu duhet punuar shumë me këtë që fëmijët, sa fëmijë do jenë, është problemi i prindërve. Ty të duan shumë, nuk ka të bëjë me vllain apo motrën, po se është dhe vetë, se nëna është tërkohën me atë voglin e ushqen, hyn gjyshrit e marrin, ose që mos ngatrohet, që tjetë rehat kjo, e çojnë fëmin e parë te gjyshrit e marrin ata, ose vin hajt këtu me nënën, ti se t'ka xhan nëna, në vend që ti thon, rri aty me mamin, edhe mami ti mbaj të dy, një ushqen, mund t'aftoj fëmin e parë, do t'a provosh dhe ti ke pirë, do t'pish dhe ti këtu, ka fëmijë që e pranojnë, pin 2-3 herë dhe pastaj e lën. Kanë praktika të hershme. Po, ne këtu i bim shkurt. Se kjo është paaftësia etika të ndihmon të mendosh, të gjesh një zgjidhje sa më të mirë.